fatkeqësisht Kosova shpesh prodhon lajme më shumë se ç'mund të absorboj, më shumë se ç'mund të përpunoj dhe tani jemi në një situatë të një paqartësie juridike kushtetuese dhe ndoshta më shumë është një paqartësi politike se sa juridiko-kushtetuese, pasi këtu ka një farë tendence që secili ta interpretoj kushtetutën sipas dëshirës së tij, sipas pozicionimeve politike. Unë mendoj që situata është mjaft e qartë, mendoj se kanë kaluar afatet kushtetuese për ta zgjedhur presidentin e ri të Kosovës dhe Kuvendi i Kosovës normalisht automatikisht do duhet të shkarkohej dhe tani është e paqartë nëse presidentja aktuale e Kosovës, Zonja Osmani, ka pasur të drejtë ta shkarkojë kuvendin apo Kuvendi i Kosovës shkarkohej, shpërndahej automatikisht. Tani ka interpretime të ndryshme këtu, secili sipas mënyrës së vet dhe sikur kemi hyrë tashmë në atë fazën elektorale kur partitë politike dhe mbështetësit e tyre përpiqen t'ia lënë fajin njëri tjetrit.